Ademi në atë periudhë ishte në luft, edhe unë isha shtatzane, edhe e di që në base Zoti Madh t'je forcën, që të përbalosh me dignitet në çdo moment, se ajo luft ishte, nuk dihet nëse kthehet. Po mendoja që edhe çdo ushtar tjetër liri edhe Ademi bëri atë që i takon. Edhe unë po mos isha shtatzane, do isha e bashkangjitur atje. Edhe mendoj që kishte fatin, edhe mendoja që ishte ëndër për mua që ëndër e bukur që ai të kthehet edhe ne të arrisim bashkë djalin, sa gati nuk kisha frikë të ndërroja. Por fati e deshi që ai të kthehet edhe të rritet djali edhe na lindi Klea. Edhe e falenderoj Zotin çdo ditë për këtë. Sa bukur. Megjithse e kam përballuar, unë kisha mamin e Ademit aty edhe motrën e vogël. Unë nuk mundesha, gjithmonë besoj që një nënë e ka barrën më të madhe se sa gruaja. Duke e parë aq të dinjitetshme atë, nuk mund unë të isha ndryshe. Dhe motrën e vogël të Ademit, cilën them unë, është vajza ime e madhe. E kam patur gjithmonë shumë afër në atë periudhë. Edhe vazhdoj ta kem. Po në atë periudhë ajo ishte një vajzë në shkollë fillore, që më rrinte afër, edhe lindja dhe Orgjesit, edhe takimi i parë i tij me Ademin, edhe gjithçka është më jep një ndjesi krenarie.